të partive përpara që të filloj edhe zyrtarisht fushata elektorale, shihet qartë që të gjitha partitë politike që janë në garë kanë fillu me aktivitete kush ma shumë e kush ma pak, me qëllim të, si të them, të një riorganizimi të strukturave të tyre, por që realisht në bazë të asaj që përshifet të rënë, pra partia në pushtet është ma aktive nëse kjetë parasysh edhe takimet të shumëta që po organizon, sidomos në diaspor dhe në vendet specifike, ku me siguri donë që ta siguroj edhe një herë atë energjinë e fuqishme që jepet procesit zgjedhor nga votat e diasporës. Kështu që edhe Partia Demokratike e Kosovës tashmë së fundmi ka dalë në proceset elektorale, ka dalë në teren, është duke organizuar takime ndonse individualiste, takime të vogla, të cilat janë një kopje e fushatave të mëhershme, por që megjithatë kanë filluar që të jenë më aktiv, ndërsa Lidha Demokratike e Kosovës dhe Vjosa, si të them tash, koalicioni i përbashkët mes i udhëhequr nga LDK-ja dhe i prirën nga lista në listë me Vjosën, kanë filluar këtë aktivitetin hajde flasim që po duket atraktiv, po duket interesant, por që unë mendoj se nuk ka... A duket që është një formë më e re të bërit fushat? Jo, është një... Shika tash, LDK-ja ka fillu këtë iniciative ka pasë më herët, nëse keni parasysh atë projektin Rruga e Re, që i dëgjoj këtë qytetarët. Partia Demokratike s'di diçka ju ka tek me do spotet, me do postimin për Facebook, në për rrjetet sociale, të shku të hongër pasol, të përësit që bapa në farstili që u përdorë para 10 vjetë në fushata elektorale. Stil klishe? S'pëdi, nështë ta funksionon, kështu i ka funksionu, zotit Kurti, para 10 vite në aktivitetet e veta, por që besoj që tash do t'jenë ma serios dhe do t'i drejtojnë qytetarëve me arsyen pse duhet ndryshoj gjendja. Unë e pash edhe sloganin e Partisë Demokratike të Kosovës, me atë fjallën stop përpara. Pra, ideja është që të ndalet kjo e keqe që realisht edhe unë si një pjesë e madhe e njerëzve kemi menduar që do të ishte mirë që të kemi një ndryshim të këtij koncepti qeverisjes, por megjithatë mbetet të shifet me 7 qershor se cili do të jetë rezultati. Cila do jetë përgjigjja e qytetarëve, sigurisht po. Unë kam thonë edhe këtu në ambientin e televizionit ju nderuar, unë 7 qershor më shumë e shoh si një rivotim se sa që e shoh proces të pastër elektorale. E qartë. Zotri Zeqiri, ju kë nga partitë politike ose kë nga eksponentët politike keni parë më aktiv në këtë